Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës dhe tensionit tuaj. Vendosja 1 ose 2 thelpi hudhër në jashtë ka përfitime të habitshme. 1 ose 2 thelpi hudhër bëjnë edhe efekte të veçanta për organizmin tuaj. Hudhra përdoret në të gjithë botën, por a e dini se përveç se në gjendjen e përdorimit të kuzhinës, ajo është e dobishme edhe në dhomën e gjumit. Hudhra mund të nxjisë një sër përfitimesh për shëndetin tuaj, dhe kjo fal elementeve të lartë ushqyese ajo bardh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të përfshirë hudhrën në dietën tuaj do të keni edhe disa përfitime të mahnitshme, të cilat do ju bëjnë që të keni edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Përfshiheni të paktën 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë vazhdimisht në dietën tuaj. Kështu do të keni efekte të jashtëzakonshme për shëndetin dhe mbi të gjitha në rritjen e përfitimeve të organizmit tuaj. Përbërësit që gjenden te hudhra do të bëjnë edhe ndryshimin specifik për shëndetin, pasi mund të nxjisë një rritje të përfitimeve të trupit dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët shëndetësorë thonë se përshekuj me radhë është të konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të trajtonte çdo problematikë të mundshme, nga ftohura deri te komplikacionet e imunitetit. Ja cilat janë disa nga vetitë çuditëbërëse të konsumit të kësaj perimeje në dietën tuaj të përditshme. Hudhra ka fuqi të mira antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë edhe shtues i jetëve përpara se të zbuloheshin medikamentet. Disa analiza laboratorike tregojnë se alicinat e hudhra do të ndihmojnë në largimin e bakterieve të këqija dhe mbi të gjitha do të ndihmojnë në rritjen e imunitetit tuaj. Ndaj dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të dobishme në mbrojtjen e organizmit. Hudhra po ashtu na mbron edhe kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë hudhër kanë më pak prirje të preken nga problemet e radikaleve të lira. Hudhra po ashtu na mbron nga problemet e zemrës pasi relakson enët e gjakut, duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë në arteria dhe pastrojnë nga kolesteroli, si edhe e bën gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur që të krijojnë piksje. Hudhra përmban antioksidant. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës që mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve. Hudhra është një produkt shumë i mirë edhe kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën të pastër, por në fund rezultati është gënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë përmirëson shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju ndihmojnë të parandaloni edhe ftohjen. Kur e përdorni në ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pasi ta keni coptëzuar dhe më pas ta konsumoni atë. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër piksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut e vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë konsumuar hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje në zemër me 25 deri në 27%. Hudhra është më shumë efektive kur shtypet, qëndron ashtu për 10 deri në 15 minuta dhe më pas konsumohet e pagatuar. Kështu vlerat e saj mund të jenë vërtet të larta, por duhet ta dini se si ta konsumoni dhe kohën më të mirë të saj, për të evituar komplikacione në organizëm dhe për të marrë vetëm të mirat në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hudhra ndihmon në rritjen e sistemit tuaj imunitar. Imuniteti i trupit tuaj është ai që pengon që të sëmuret në radhë të parë dhe gjithashtu edhe të krijojë komplikacione. Hudhra ofron një nxitje të sistemit imunitar për të ndihmuar në parandalimin e ftohjes dhe viruseve të stinës. Gjithashtu ta hash 1 deri në 2 thelpi hudhër të coptëzuar çdo ditë është mënyra më e mirë për të marrë përfitimet e saj në këtë drejtim. Hudhra ndihmon edhe në uljen e presionit të gjakut. Goditja dhe sulme në zemër janë 2 nga shkaktarët më të rëndësishëm shëndetësor të problemeve të trupit. Presioni i lartë i gjakut është një faktor i konsiderueshëm rreziku për sëmundjet e zemrës. Mundet të shkaktojë rreth 70% të goditjeve, sulmeve në zemër dhe dështimit kronik të zemrës. Presioni i lartë i gjakut është shkaku i 13.5% të humbjes së jetës në mbar botën, për shkak se ato janë ndër shkaqet më të rëndësishme të humbjes së jetës. Megjithatë,
Hudhra përmban element mjaft të rëndësishëm të cilat ju ndihmojnë në stabilizimin e presionit të gjakut dhe sigurisht edhe kombinimi një diete të rregullt do ju ndihmojë në uljen e tensionit të lartë. Por nëse vuani nga tensioni i ulët për një kohë të gjatë, këshillohet të mos e teproni me konsumin e hudhrës. Hudhra është një produkt shumë i mirë edhe në uljen e problemeve të kolesterolit të lartë. Kolesteroli është një nga problemet natyrore më të mëdha të gjakut. Ekzistojnë 2 lloje të kolesterolit, i keq dhe kolesteroli i mirë. Kolesteroli i tepërt LDL dhe kolesteroli pa mjaftueshëm LDL mund të shkaktojnë probleme serioze shëndetësore. Hudhra është treguar se ul nivelin e kolesterolit total LDL me 10 deri në 15%. Për më tepër, ngrënia e hudhrës nuk ndihmon në nivelin tuaj të HDL-s dhe kolesterolit të mirë. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga zgjidhjet më të mira efektive në uljen e problemeve të kolesterolit të keq. Hudhra mund të parandalojë gjithashtu Alzheimerin dhe demencën. Hudhra ka antioksidant të lartë të cilët ndihmojnë në parandalimin e çdo dëmtimi oksidativ që ndodh në trupin tuaj. Ka veti antioksiduese dhe ndihmon në parandalimin e disa problemeve siç është demenca dhe Alzheimeri. Megjithatë, merrni një maj luge me hudhra të coptëzuara. Marrja e dozave të larta të suplementeve të hudhrës nuk është e rekomandueshme për imunitetin tuaj. Hudhra mund të përmirësojë gjithashtu edhe performancën tuaj atletike. Ky përbërës është një nga përmirësuesit më të hershëm të performancave të atletikës. Hudhra përdoret në kohë të lashta për të lehtësuar lodhjet dhe për të rritur gjithashtu orët e punës dhe qëndrueshmërisë së punëtorëve. Hudhra do të përmirësojë nivelin e kolesterolit, presionin e ulët të gjakut, rrit imunitetin dhe redukton gjithashtu inflamacionet. Hudhra ndihmon edhe në detoksifikimin e trupit. Detoksifikimi është procesi i largimit të gjërave që nuk i përkasin trupit. Është një pjesë e rëndësishme e shëndetit dhe jetëgjatësisë. Gjithashtu, përdorimi i hudhrës në dietën tuaj do t'i japë rezultate fantastike në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Ndaj siguroni ta përdorni atë me kujdes në mënyrë që të merrni vetëm përfitime. Hudhra ka përbërës me efekte medicinale. Te bima e hudhrës gjenden përbërës të sulfurit që ndihmoni të keni përfitime të larta shëndetësore. Ajo ka vlera të larta ushqyese por pak kalori. Hudhra është e ulët në kalori por përmban vitaminën C, B6 dhe magnez. Ndihmon kundër të ftohtit. Suplementet e hudhrës ndihmojnë në parandalimin e një sër problemesh përfshirë edhe të ftohtin dhe luhatjet e temperaturës. Konsumi i hudhrës duket se normalizon presionin e gjakut tek ata persona që vuajnë nga hipertensioni. Shtimi i hudhrës në gatimet tuaja ul nivelin e kolesterolit të keq në organizëm. Antioksidantët e gjetur te hudhra mbrojnë qelizat nervore nga dëmtimi dhe nga plakja. Hudhra lufton dhe parandalon shumë probleme kronike, prandaj ju mund të jetoni më gjatë. Ajo përmirëson performancën atletike. Te personat që vuajnë nga zemra, hudhra ndihmon në performancën fizike, por nuk është e vetmja mënyrë, pasi ajo do të përmirësojë shëndetin tuaj. Hudhra ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe në shëndetin më të mirë të kockave, por përdorimi i saj në doza të tepërta mund të shkaktojë edhe probleme të njëpasnjëshme. Për të larguar erën e hudhrës nga goja juaj, përdorni këto metoda natyrale. Limoni. Merrni një limon dhe shtrydheni me duar. Fërkoni mirë mes tyre sikur dëshironi të sterilizoni. Do të largoni erën e hudhrës, i njëjti truk vlen edhe kur keni ngrënë peshk dhe duart tuaja mban erë të tillë. Kafeja. Edhe pse me pak e njohur, aroma e kafes maskon erën e hudhrës. Ju që nuk e keni provuar, provoni dhe nuk do të humbisni asgjë. Edhe pasta e dhëmbëve është një alternativë shumë e mirë në largimin e erës së keqe pas përdorimit të hudhrave. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.